Me fillimin e muajve të pranverës, operatorët turistik të Vlorës raportojnë një rritje të fluksit prej 15% krahasuar me vitin e kaluar, duke shënuar një fillim të fortë për sezonin e verës. Përgjithsisht në pranverë dominon turizmi kulturor. Përgjithsisht tani në pranverë kemi më së shumti rezervime te kompanive apo agjencive të ndryshme që vinë grup, dhe më së shumti janë, do të thoja, nga tregjet gjermane. Kemi shumë britanik që janë të interesuar për qytetin e Vlorës dhe është rritur ndjeshëm numri i gjermanëve apo britanikëve që zgjedhin të qëndrojnë në qytetin e Vlorës. Përgatitjet për sezonin veror ka nisur prej nëntorit të vitit të kaluar. Shohim një rritje rreth 30% për sezonin veror, kryesisht për muaj duke filluar nga qershori deri në tetor. Kemi kryesisht nacionalitetet e turistëve që vizitojnë qytetin e Vlorës, janë nga Franca, Gjermania, pashtu nga Spanja, Portugalia, por duke parë kemi pasur edhe një rritje të turistëve nga Anglia, kryesisht të vit. Nëse flasim për sezonin e lartë, duke filluar nga mezi i qershorit deri në fund të shtatorit, rezervimet kanë filluar që prej muajit nëntor, interesimi, po edhe rezervimet finale. Kjo rritje e interesit për të kaluar pushimet në qytetin bregdetar tregon se Vlora është një nga preferencat kryesore për ata që kërkojnë diell, plazh dhe kulturë. Për të përballuar fluksin, mësohet se shumë nga njësitë akomoduese kanë trefishuar kapacitetet për të ofruar një shërbim të denjë për çdo vizitor.